provincë, e këtij grupi njerëzish ku tani janë 10 djathët, janë bashkë. Edhe biznesmen pra djathët? Absolutisht, janë bashkë. Këta oligarkët, biznesmenet i kanë bashkë. Këto i mbajnë, Mund të thoni emra? Po pse emra nuk di, se nuk jam në prapavit të gjërave. Por e ndjej, aty që kam ndjerë në parlament, do thot për shumë ligje që kanë kaluar me lehtësi këta, janë ligje që janë me emra, të gjitha janë ligje me emra. Gjithsesi, pra, ka mbetur dhe kjo gjysma tjetër, edhe kjo është Shqipëria. Turizëm elitar, provincë një grupi të vogël njerëzish, dhe në rast se këta nuk shkunden, dhe dyshoj që të shkunden, nuk e dia do të flitet më shqip këtu në mbas 100 vitesh do të thotë. Gjë më e rëndë që ka thënë zonjë. Jo, do ta them. Si. Që mbas 100 vitesh nuk e di, a do flitet shqip më në këtë vend. Jo, kjo është trondice, kjo është kështu e ke ngulur në eshtër thikën. Edhe nëse këtu do të flitet shqip, do flitet vetëm prej Kosovës, jo prej nesh, se ne s'kemi bërë asnjë detyrë që të mbetemi shqiptarë deri në fund. Ju deputetë vazhdoni të jeni akoma. Zotëri, unë i kam bërë gjitha. Edhe në këtë sakrifica, në këtë po them heqarkiki që kam pas me partinë time, jam përpjekur t'i bëj detyrat e mia personale. Jo, si deputete ti mund të shkundesh te kryeministri. Po. I kam thënë, të gjitha fjalët e mia i kam thënë, të gjitha klismat e mia i kam bërë, epike kanë qenë të gjitha, vetmitare kanë qenë, apo jo, siç e thatë dhe ju. Jo, unë e thash që shumë vetmitare ke qenë. Por nëse sot neve nuk marrim masa për arsimin, trashëgiminë kulturore, për gjuhën, për kulturën, për teatrot, mbas 100 vjetësh nuk do flitet shqip? Nuk do të jetë vetëm me Bangladesha, me këto, do jenë vetëm provinca e këtyre, këta shqip do ta thonë shqipen si nostalgji të tyre, po këto do të jenë me këta se do ikin shqiptarët. Do të ikin shqiptarët. Se kontrollon njëri tregun, as për gjithësi, as për çmime. Më thuaj, pse ndodh kjo gjë? Sepse është uzurpuar. Jeta e shqiptarëve është e uzurpuar, e kontrolluar, është një diktaturë me lule. Është diktatura që është diktatura e paras, më e tmerrshme. Zoj, brenda pak kohësh në Tiranë janë mbajtur 3 samite i fundit në datën 16. A jepni meritën e Tiranës për këtë gjë dhe edhe për faktin që për hir të vërtetë si ka organizuar shumë mirë? Po. Zoti Rama është njëri me estetik, i themi gjërat apo ja. Unë kur kam hyrë në çfarë viti ka qenë kur e ka bojatisur Ministrinë e Kulturës. Më thonë një vit. Më thonë një vit. 98. Po sepse ishte shumë shëmtuar. 99, se 98 po sepse ishte shumë shëmtuar. Më thonë e kishte bojatisur me ngjyrat kuqe, fota kështu po. E kishte bojatisur. Po. Më bëri përshtypje për mirë. Sepse unë e njoh zotin Rama në rrethana të tjera. E di që është njëri estetik, është normal, ti themi gjërat apo jo. Çështja është edhe zoti Rama, ata që e përkëdhelin, që duket sikur e përkëdhelin, që i thonë tani viti 2027 ande këteja. Ju besoni që ne do bëjmë? Janë palavra. Se nuk do bëjmë? E thon Macron. Po problemi është çfarë bëhet me standardet, po flas për standardet. Zonja, ai tha një fjalë që ne u gëzuam. Edhe para 30 sa, 27. Standardet, ku janë standardet? Më thoni standardet. Kam përshtypjen kur vi puna te standardet, ne do ta zgjasim çik më shumë. Standardet që fillon nga drejtësia, që fillon nga çdo detaj, edhe trashëgimia kulturore, edhe mënyra se si vinë deputetët, edhe mënyra se sa ajo që thua ti në parlament ka vlerë, bën efekt. S'bën efekt asgjë. Ti do jesh deputete, po në vendin tënd do jetë Zeqineja, e Fierit. Mund të jetë goxha mirë, Zeqineja nuk e di. Tash, pse di? Përdesha Zeqineja. Jo, problemi kush është, nuk e dim kush është, sepse Zeqineja më duket më e vjetër. Zoj, juve të njinim përpara se të bësh deputete, ose në sakt, më shumë je njohur si shqiptare sa si deputete. Tani Zeqineja se jemi fare, ai mund të jetë zoj shumë e mirë dhe nderuar në punën e vet, po Zeqineja nuk e di, prap shok do të jetë me Gazbardin që Ushane u bën, prap bashkë do të jenë aty. Fir do bëjmë bashkë. Unë këtë e kisha problem, si them, një nga arsyet që s'jam përfshirë është fakti që unë nuk rrija dot më në një sallë me këta, me dhunuesit e mi. Nuk rrija dot. Kam qenë qartë. Tani Gazbardi me Zeqineja në një sallë, e bukur. Në një sallë janë. Unë nuk rrija dot në një sallë. Unë nuk rrija dot në një sallë me dhunuesit e mi. Kaq, se bëj dot. Zonj. Po. Se ta mbyll dhe këtë se kam shumë rëndësi kjo që dua të them. Për çështjen për çështjen e Zeqinejas, por më shumë më shqetëson është një personazh tjetër, një far tërmet, se ç'është një që do të vijë ai. Kryetari i Bashkisë të Pelenës. Po ky zotëria nuk ka lënë të ngrihet një monument historik. I monumenti i Hormovës. Shikoni, keni qenë në Hormov në monumentin e masakrës Hormovës? Se le ky njeri ta ngrihet? Nuk e le të ngrihet. Nuk e le. Pse nuk e le?
Ky ka hyrë gjunaf me të vdekurit, ky do vit rregulloj gjallët? Kush e ky? Çan këto më? Çan këto njerëz? Tani ka arsye pse nuk e lë, po. Se si shton tani, siç më kanë shkruar, që më kanë shkruar, që janë shqetësuarin që këta grekët dhe nuk duhet që kjo masakra të dalë. Zotëri, kjo është historia çankëtore, çan këto. Mos janë të shit gjë këto. Pyesun tani publikisht. Mos është i shit ky zotëri të greku. Që na vjen parlament tani ky. Çfarë bë ky? Që nuk lejon ky të kujtohen 217 burra e gra që u therrën. Dhe më e bukur është se unë isha tani me qëse ishe 111 vjetori, unë isha a dit dhe u bëj një ceremoni, asnjë njeri nuk mori pjesë, përveç një grup veteranësh, njerëz të ndershëm që ishin vrarë familjarët, edhe dëgjova rralla që janë shitur, ato që u shiten shqiptarëve, që ka qenë ky, jo zotëri, ka qenë generali De Vere, holandezi, dhe fotografit e tij bashkë me raportin e masakrës janë në arkivën e konferencës së Londrës, që Akademia e Shkencave të Shqipërisë akoma se ka hapur. Edhe pse një familjari, zotit Gjinushi, është mes viktimave të Hormovës dhe se ka ngrit një herë zërin dhe se kanë zbardhur një herë të vërtetën. Shkojnë marrin fotografit, raportin e generalit De Vere e ta votojnë. Se kjo është e vërteta. Pastaj flasim për detin, flasim për gjitha, po kjo është këtu e vërtetë. Çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Sot qafo që bëj me ju këto biseda sepse ju një njeri shumë i ndjeshëm për këto gjëra. Jo, se me të tjerë me bulmez që skuptojnë fare nga këto gjëra, unë i dukem atyre si UFO. Çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Narcist. Shumë narcist. Shumë. Në herë edhe jo se më vjen keq, nuk më vjen keq për zonjën Rama, për Linda bën, sepse unë kemi mbaruar një shkollë. Kemi shumë vajzë mirë, unë e njoh shumë mirë. Është ekonomiste, të thoshit se si e keni njohur. Jo, është e njoh që nga fakulteti, kam njohje tjetër, edhe më pëlqen shumë me qëndrimet e saj, dhe them që ajo ka sakrifikuar diçka nga vetja e saj për të duruar një narcist. Ti je bashkëshorte e një kryeminist. Unë thash ti je bashkëshorte e një kryeministit do durosh, po kjo që thoni ju. Por zoti Rama se di, ju shpjegova Shqipëria që dyshoj unë, po vjen. Nuk është pak, është tronditse, afton? Por shpresoj që masi ka mbaru këto kënaqësitë politike, po them gjithmonë, të mos zbresim në nivele vulgare, kënaqësitë politike që do bëj këtë të kthehet të kjo thelbësorja nëse do të hyjë në histori. Tani, Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 16 vjet, Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 3 vjet. 8 vjet. Po. Kjo statistikë është pa pyetje. Dua opinionin tuaj. E shpjegova pak që është çështje mentaliteti. Për shembull, ndryshe është kur ushqehesh me kalvinizmin, ndryshe është kur ushqehesh me pashaizmin, a kupton, ja dhe kjo lloj pranimi, dhe ne duhet jemi pak më refuzues, domethënë duhet hapemi. Them se tani shqiptarët kanë ndryshuar shumë mentalitet. Nuk është më ai adhurimi i njëshit që kemi patur. Kjo është pasojë e adhurimit të njëshit, të një kulture pashaizmi. Rama 16 vjet adhurimi i njëshit është kjo? Po pra. Por për mua, për shkakun kjo është shpjegimi që kam unë për këtë. Për shkakun unë ushqej ndryshe, holandezët janë ushqyer ndryshe, me një lloj transparencë tjetër që pritani s'ka God ka një tjetër, por gat në tokë këtu s'ka. Të gjithë janë të dërguarit e Zotit. Zoti është atje, larg, të tjerët janë gjithë të dërguar dhe flasin me rreth. E ka fajin populli? S'jave dot populli të gjithë në një dosë të caktuar, por edhe ka fajin. Po sigurisht sepse se ka një teori po do tani, që ka fajin ky populli. Jo, shiko, popullit është sepse nëse ti përdor një një sjellje politike që popullin do ta kthesh në mekanizëm, sigurisht ai si mekanizëm do të veprojë. Nëse ti popullin në administratën e ndryth dhe nuk bën reforma që ajo të jetë e depolitizuar, sigurisht që do ta përdorësh. Frika e rumbre është, frika është merri. Çështja është si ta vrasim frikën. Ky është i gjithë problemi ynë sot. Si t'u vrasim frikën shqiptarëve, që të kuptojnë që vinë një herë në jetë, pra të kenë dinjitetin, integritetin e vetë personal në familjet e veta, e dyta të mos shiten lehtë. Kaq. Si t'ia vrasim frikën shqiptarëve? Politika ashtu i do. E kishit menduar ju që Edi Rama do ishte në pushtet dyfishin, si kryeministri i Sali Berishës dhe gati dhe dyfishi dhe Enver Hoxhës? Nuk e kam menduar kur kam hyrë, por tani e kuptoj. Përpiqem ta kuptoj tani. Pse do pushtetin Edi Rama? Shiko, do ta them me një përgjigje me një shprehje të
Adem Demaçi, që më ka thënë Adem Demaçi në një kafe tona, ka qenë në një nga promovimit të librave të mi, dhe takuam rastisht, kemi qenë Hotel Vjosën, që se mbani Hotel Vjosën mend, në hallin Hotel Vjosës në 2013, para se të prishej për kokën e që nuk e di me kuj është, dhe më thot, takoj Albin Kurti sa kishte fituar 1% dhe ishte në negociata mbase të bënte koalicion për të hyrë në pushtet. Ja shiko, tha, duan, tha, të hynë çunat, tha, duan të hynë çunat ta në qeveri, tha. Moj bi, kështu, Ademi, është droga më e fortë që ka shpik njerëzimi pushteti. Droga më e fortë që ka shpik njeriu është pushteti. Kjo është. Mund t'i hapësh Edi Ramës çdo drogë që thonë këto lart e poshtë, që s'm duket në çudi, po droga më e tmerrshme që merr Edi Rama është pushteti. Tani e vetme gjë që mund të bëj kapërcim është se do ta mbyllja këtu është për krijimtarinë tënde. Tani si deputete bëre në një roman gjatë 4 vite ke shkruar? Jam shumë e lumtur që mbas datës 10 shtator do të jem më në fund në jetën time në shkrimtare në kohë të plot. Sepse jam tërhequr shumë lart e poshtë, kam folur, domethënë përveç veprave që dini zoti Qafoku, unë mund të kem mira faqe të folura. Jo, të folura. Se kam 35 vjet. Sigurisht. Mira faqe që as vetë si di ku janë si janë. Por dua të mbaroj, kam një libër historik që kam, por e para them këtu te ju, s'ka arsye ta them diku tjetër, kam një libër kështu të shpejt, me penelata të shpejta politike, 50 shënime politike, parasetiki. Kështu e kam titulluar. Parasetiki. Kapa, direkt se dhe do ta botoj në qershor tani, e do ja çoj edhe në parlament, po. Penelata të lehta, jo libër i thellë, se librin e analizës, se kam një libër me analizë të thellë, ku i shpjegoj çdo detaj, që të metet në simas sigurisht megjithëse marzhin e gabimit tim në gjykim. Se jam unë gjykoj ashtu si gjykoj, me ndjeshmëri, ndoshta me një dozë ndjeshmërie. Aty janë përzierë dhe kujtime? Pak a shumë me në formë rrëfimi. Që të mos jetë një gjë. Historiografi ta shkruajnë historianët, unë s'jam e asaj. Unë shkruaj siç e ndjej, atë që unë e kam ndjer. Jo bëhet referencë. Po roman, sepse ajo është gjinja jote. Kam një roman të gjatë që më ka rrëmby vite të tëra. Nuk e dija që romani historik donte kaq shumë. Dhe kam e bindur që do të pëlqej sepse ta njoh nervin historik për 1914. Jam e mahnitur me 1914. E besoni zoti Qafoku, nuk ka për të ndodhur kurrë në historinë e Shqipërisë që në një ditë të caktuar të jenë aq shumë të huaj që nuk vinë për turizëm, po vinë për Shqipëri europiane. Më 7 mars 1914 dhe nuk ka ndodhur kurrë në aq metra katror sa ishte Durrësi, ti kthehemi Durrësit ishullor, që të mlidhen të gjitha mendjet shqiptare nga ishi nga sishi. Një densitet i mendjes shqiptare në 7 mars 1914. Dhe ato janë dhe panje filmike të para në Shqipëri. Ajo ditë nuk ka për të ndodhur. Ajo ditë nuk ka për të ndodhur kurrë në historinë shqiptare. Sa e bukur. Domethënë aty jam i bindur që dhe këta shembën konakun. Këta bastard. Këta bastard. Ky është Edi Rama pra. Ky është Edi Rama sa do. Shembi Edi Rama. Jo. Edi Rama ishte kryetar bashkie atëherë? Edi Rama ishte? Jo, Edi Rama ka qenë kryetar bashkie atëherë. Po Vangjushi. Nuk e di pse po Rama me sa di unë. Zoti Gjushi është kryetar bashkie. Më falni, jo të mos. Rama ka qenë kryetar bashkisë Tiranës. Okej, Zoti Gjushi ka qenë kryetar bashkie. Zoti Gjushi. Këtë nuk e di, këtë nuk e di kush. Të mos i devojojmë gjërat, majmë përgjegjësi aty ku janë përgjegjësi. Jo flas për Ramën se. Jo vetëm që s'duhet ishte bërë veliera. Po duhet ishte ngritur konaku ku ishte. Janë gjitha projektet, ngrije prap. Është historia jote zotëri. Europa jon, përveç ato që i dinë gjitha, Europa jon fillon në ditë. Europa. Të gjithë mendjet tona europiane të hapura. Besoj e ke kolonelin Thompson në këtë roman? E kam kolonelin Thompson, por e kam me të vërteta që di unë. Jo të vërtetat që dini ju. Që ke ndryshuar versionin? Me të vërteta që di unë. Dhe kolonel Thompsonin, jo ta kam thënë një, ta kam shkruar. Po, kemi komunikuar në... Nuk e kanë vrarë shqiptarët. E kanë vrarë italianët. Bravo. Tash ne mund të themi çfarë duam shqiptarëve. Shqiptarët kanë bërë zullume sa të dush ato. E kanë vrarë italianët. E kanë vrarë italianët. Pse? Unë e shpjegoj edhe në roman, po do ta shpjegoj edhe kam edhe me dokumenta. Kam botuar, zoti Qafoku, kam botuar në holandisht 15 vepra për 1914. Me dokumenta historike. Duan shumë para ti përkthej ti sjell shqip, por ekzistojnë. Kjo është e rëndësishme.
Aty është e vërteta. Në mos sot, mas 10 vjetësh dikush tjetër do ta shfletoj, do ta bëj. Dhe fakti është që Kolonel Thompsoni është vrarë me një plumb snajperi. Dumabasit tonë nuk ishin. Dhe jo nga armatimi që kishin shqiptarët aty. Atë ka vrarë italiani, sepse e pasi rrezik edhe për ta ndëshkuar për arrestimin e 2 diplomatëve italianë. Bravo. Kjo është. Po flasim, do të kthehemi në një kohë tjetër. Jo, një pjesë mund të kenë interes, një pjesë jo, po kjo është tash për të dukur kështu tani themi jo, kjo është historia. Sepse poezia e Nolit për Thompsonin është aty janë. S'është faj tyre. Është jashtëzakonshme. Po s'është faj tyre, kishim neve. Burrat e ura. Po mirë, po kishim neve faj në atë kohë që nuk i dinin të vërtetat? Po tani jemi 100 vjet më vonë, 110 vjet më vonë. Do të jemi më të ftohtë me historinë, nuk mund të flasim dot. 2 gjëra më përshtypje. Po. Jashtë politikës. Ajo e Margareta Azlëk. Po. Edhe kjo e Thompsonit. Po. Ndërsa për politikën, unë të falenderoj shumë Tutraçka, unë shijova shumë këtë bisedë, zakonisht shijoj bisedat kështu histori personale, po bisedë politike ti e shijova shumë sepse edhe kur nuk je dakord me ty, ti je qëndrueshme, konsistente, qëndron aty dhe ky stoicizmi yt të bën të rrisësh formatin tënd. Të falenderoj shumë qiq. Faleminderit, ti mbam në 35-ën kush i bënte debatet. Veç ti bënte mbreti kur ti bëshin ato që duhet i bëshin, shkonte i bënte mitat frashër. Ju dini mirë këtë histori. Kështu që po ai parlament zoj se kemi 105 vjetorin në vitin tjetër, po ai parlament me ata oratorë si madje Ali Kërcyra mbahet si oratori i parlamentit, s'kama. Zoj, falenderit edhe një herë. Falenderit shumë. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.